أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jemi në ditët e fundit të Ramazanit. Jemi në muajin e mëshirës dhe jemi në muajin e faljes. Në këtë muaj të bekuar kemi falur namaz. Kemi falur namaz natë, kemi falur teravih, kemi dhënë sadaka. Po ashtu kemi shtruar iftare, kemi lexuar Kur'an, që shumë fishohen veprat. Për atë arsye, lumë për ata që kanë agjëruar, lumë për ata që kanë dhënë sadaka, lumë për ata që kanë shtruar iftare dhe gjitha këto veprat mira që i kanë bërë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Dhe mirë për ata që nuk kanë agjëruar. Wallahi sikur edhe tërë jetën të agjëronin, nuk kishin me mujt këtë shpërblim me marë. Ky ishte muaji që është muaj i reflektimit, është muaj nëse ti ke agjëruar, është një test që pas muajit bekuar të Ramazanit a ke ndryshuar. Nëse ti nderuar para Ramazanit ke pirë alkohol, ke bo gjunahe, atër ky muaj let jetë një lloj testi apo reflektimi që ti pas Ramazanit të ndryshosh, sepse lidhen shejatinët, prangosën shejatinët. Ata gjinët krenar, i thëjnë turqit azgën gjinler. Dhe shumë ma leti me bo veprat mira. Për atë arsye edhe institucionet e ndryshme shtetërore thëjnë që muslimanët në kohën e Ramazanit të cilët bëjnë ibadet Allahun subhanehu wa taala nuk bëjnë krime, po flasim me statistika, apo sepse janë të lidhur shejtanët. Dhe është koha e duhur të bësh davet, ti thirish njerëzit, ti thirish akrabat, për iftare, në për iftare të ndryshme, sepse në këtë muaj të Ramazanit shtohen apo shumë fishohen veprat tek Allahu subhanehu wa taala. Ky muaj ishte mundësia e artë, si që thamë, për të rikthyer tek Allahu subhanehu wa taala, për mi pastru zemrat, për mi pastru, për mi bashku muslimanët, qështët Allahu subhanehu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jamian, wa la tafarraku. Thot kapnu qëtë të gjithë ju pas litarit të Allahut subhanehu wa taala. Nëse o vllai jam e ki një mosmarrveshje me vllahun tënd, e sidomos në xhami, subhanallah, ya alladhina amanu atiu Allaha wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum. Thot o ju që keni besuar, thot binduni Allahut dhe binduni të dërguarit dhe prisave tuaj. Fe in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wal Rasul. Nëse keni ndonjë mosmarrveshje, thot ktheni tek Allahu dhe tek i dërguari i tij, nëse i besoni ditës së gjykimit. Po ashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, kur çdo që agjeron Ramazanin me besim, thot, duke shpresuar në shpërblimin e Allahut subhanehu wa taala, thot i falen mëkatet e kaluara. A ka mirësi më të madhe vëllaja? Gjithë ato mëkate jetu i bo. Dhe ti po agjeron një muaj, Allahu subhanehu wa taala po ti falë mëkatet e kaluara. Por pos faljes mëkateve të kaluara, ti po reflekton gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Mirë po ta dim vllaznitë të nderuar, përfundimin si do ta kemi, ditët e fundit si do t'i kemi. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, veprat vlerësohen sipas përfundimeve. Mundohu që përfundimi yt në Ramazan, po dhe jetën kur talosh në këtë botë, tjetë me vepra të mira. Muhamedi alayhi salatu wassalam na transmetojmë një hadith të tillë që me i vazhdu veprat e mira. Sepse Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë me një hadith, thotë tek Allah është e dashur nëse në vazhdimsi e bën një vepër, po qoftë edhe pakët. Edhe pak nëse është. E rëndësishme o ti të vazhdosh. Me këtë Ramazan, pas Ramazanit, ne të vazhdojmë me 6 ditët Shawwal. Ditën e parë të Bajramit nuk agjërohet, më njëherë ditën e dytë mundeni me fillu me agjëru 6 ditët e muajit Shawwal, pas Ramadanit. Dhe dijeni se kushdo që i agjëron këtë 6 ditë, normalisht ja bashkangjet edhe Ramazanin 30 ditë, e ka shpërblimin sikur një vit me agjëru. Allahu Akbar. Një vit me agjëru. Sepse shumë fishohet vepra.
Një ditë është sikur 10 ditë, 30 ditë, 300 ditë, edhe 60 ditë, 360 ditë e ki shpërblimin sikur tër vitin ti të agjërosh. Sa mëshirues është Allahu subhanahu wa taala. Me një hadith kutsi, thot Allahu azza wa jall, thot mëshira ime e ka te i kalu, thot, hidhrimin tim. Mëshira ime e ka te i kalu hidhrimin tim. Subhanallah. Wallahi bëjmë në gjunohë çdo ditë. Por se Allah subhanahu wa taala e ka caktu që kjo me laqje në anën e majt të ngrit lapsin dhe të mos shëlaj. Të mos shëlaj. Ndashta vallë robi Allahut pendohet tek Allahu azza wa jall. 6 orë. Ndërsa nëse bëni vepra të mira, atëherë ky me njëherë shkruan dhe shumë fishon 10 deri në 700. Për me tregu më mirë nëse jep 1 euro, Allahu subhanahu wa taala ta shkruan në 10 euro apo në 700 euro. Varsisht nga rrethallet se si e bën atë vepër të mirë. Ndërsa ky 6 orë shikon mos vallë po pendohesh, je nervozu. Kërkoj halal Allahut tonë. Apo pendoju, apo bëj një vepër të mirë që me të fshin vepra e keqe. Dhe nëse ti e bën veprën e mirë, apo nëse ti pendohesh, ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam që është sikur mos me bë vepër. Sepse Allah është mëshirues. Dhe mos të kërkojmë që Allah më na fut në xhennet me drejtsinë e tij. Sepse me drejtsinë e tij na nuk mund të futemi në xhennet, po me mëshirën e tij. Aisha radiallahu anha e sheh Muhamedit alayhis salam duke bërë namaz natës. Ka kajt sikur të nxjerrja kur të vlon. Aq shumë ka bërë namaz. Aq shumë ka bërë namaz që na nuk mund me bos jaj. Muhamedi alayhis salam ishte duke fal namaz natë i herë një sahabi dhe vazhdoi Muhamedi alayhis salam duke lexuar surën Bekara. Fahet mos pe kryen surën Bekara. Dhe të bjen ruku vazhdoi suratul Ali Imran. E kështu me radhë. Tha më shkej një mendje, tha me lon namazin, me dal pi namazin. Se nuk po muj deri në fund. Ky ishte Muhamedi alayhis salam. Ju ajshin këmbët e tij. Dhe Aisha i tha, ja Rasulullah, tha Allahu subhanahu wa taala ti ka falë mëkatet e kaluara dhe të ardhshme që kemi bo. Pse pjep aq zor do thot në klapa. Thot a mos të jem rob falendërues atare? E dinte që ka me shku në xhennet vllazni. E dinte se kishte shpallje. Po prap kjo nuk e bënte që ai ti lente vepra tek Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu thot ky është sinjal nëse adhurimi në Ramazan vazhdon me adhurimin Shawwal apo vazhdon me vepra të mira duke bë dhe duke i lënë gjunohet, kjo është një sinjal vëlla jem që Allah ta ka pranuar xhirimin. Nëse ti para Ramazanit ke bë vepra të këqija, zina, alkohol, drog, ku e di unë, këti di mëkatet e mëdha, kebair. Dhe nëse mos Ramazanit nuk i lën, turrësh pas mëkateve, dije që e ki është problematike, atu është pranuar ai Ramazan. Sepse është një sinjal që s'ta kalo shejty. Allah subhanahu wa ta'ala çfarë po thot? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë thot namazi të largon pi të këqijave. Nëse namazi nuk largon pi këqijave, ki probleme me namazin. Nëse agjërimi nuk largon pi të këqijave, ki problem me agjërimin. Andaj përpos veprave të mira që i kemi bërë gjatë Ramazanit, dijeni është diçka që quhet sadakatul fitr. Para Ramazanit me dhon, para Bajramit me dhon sadakatul fitrin, si fshirje e mëkatesh, ndoshta ndonjë fjalë na ka dalë prej gojës, që domosdoshmë na ka dalë, se jemi njerëz, bëjmë gabime dhe kjo le të jetë shlyerje për mëkatet që i kemi bërë gjatë Ramazanit. Dhe e dini që sadakatul fitri jipet me ushqim, apo është lista në për internet, muni me gjetë që sa kilogram është miell, 2.5 deri në 3, varsisht nga sa është grushti i personit dhe kështu me radhë. Po ka dhe organizata të ndryshme që mund të jepni apo dikujt që e bëjnë tubimin e ushqimit, të jep para, e bëjnë tubimin e ushqimit dhe pastaj i shkepin me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe siç tham pejgamberi alayhis salam ka thonë, veprat vlerësohen sipas përfundimeve të tyre, akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Falëndrimi i takon Allahut subhanahu wa taala që na mundsoi me agjëru dhe me arrit këtë Ramazan. Shumë prej njerëzve subhanallahu, ndoshta apo disa prej njerëzve apo edhe ndoshta prej këtij xhamati vitin tjetër ndoshta nuk do të jetë. Ku e dim na? A kemi na kontratë me Allahun subhanahu wa taala? Wallahi nuk kemi. Kemi pas një vëllai prezant subhanallahu, vital tankon me bicikëll ishte. Edhe për një moment e kapi kancerin në tru. Për 3 muaj shkoj. Për 3 muaj shkoj. Subhanallah. Nuk e dim na, nuk kemi bë kontratë me Allahun. Për atë arsye falenderojnë Allahun që ja u ka mundsu me agjëru këtë muaj të bekuar të Ramazan. Po shkon edhe 2 ditë. Vetë sot kemi taravih. A kemi ndryshuar diçka? A kemi bë diçka për ndryshim? Që mas Ramazanit na me ndryshu, me mbo një kapitull tjetër të jetës. Nëse s'kemi falë 5 vakte në vllaznit ja nisim 5 vakte. Allah është shtyllë e fesë namazi. Një musliman i cili e thot shahadetin zbon bre pa falë namaz. Ata kanë dyshu në një fok nëse s'ka dollë në xhami. E lërë mu me lun namazin. Dhën, aq ka qenë strikte çështja. Andaj le të jetë ky Ramazan një mënyrë reflektimi që ata që s'falin namaz t'ja nisin namazit. Dhe të agjërojnë, dhe të reflektojnë me lejen e Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo tregon se qëllimi i Ramazanit vllazni nuk është qëllim fizik, sepse tek Allahu nuk arrin kur gjë, as gjaku i kurbanit nuk arrin, e as etja jon, e as ushqimi jon, po çka arrin? La'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm. Çka është qëllimi? Dhe ti kur nuk jep nefsit tënd ushqim, pije, nefsi bjerë. A ka thonë Muhamedi a.s. për triun i cili nuk ka mundësi të martohej dhe ka epsh dhe normalisht i riu ka epsh, thot le ta agjëroj. Sa agjërimi ja ul epshin, e ul nefsin, e ul egon që mos me hin haram me lejen e Allahut subhanahu wa taala.